Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në këtë takim në fund vitit 2025 dhe përgatitur për ty në një vit të ri kalendarik 2026. Mendoj që në këtë ditë të fundit të vitit 2025 të flasim pak për kohën. Koha një dhuratë nga Zoti që ne duhet të dimë si ta përdorim. Koha për njerëzim filloi kur Perëndia trashëdente imanet që ekziston nga vetvetja, përpara dhe përtej kohës dhe hapësirës, krijoi nga hiçi qiellin dhe tokën. Ashtu si na thuhet dhe tek libri i parë i Biblës, Zanafilla, në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Toka ishte pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e umnerës dhe fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujërave. Pastaj Perëndia tha: "U bëft drita dhe drita u bë dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë." Dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira dhe Perëndia quajti dritën ditë dhe errësinë natë, kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi, dita e parë. E kemi te libri i Zanafilës, kapitulli i parë, vargu 5. Kështu filloi koha që ka si mas të saj ditë natën, ose atë që quhet 24 orëshe, që u bë pastaj më vonë javë, muaj, vite dhe shekuj. Koha në vetvete është dhuratë e Perëndisë për ne njerëzit që si qenie psikosomatike, shpirt-trup, të vendosur brenda kësaj kohe dhe hapësire fizike, të konceptohemi në stadin embrional dhe të formohemi si qenie, të rritemi, pastaj të zhvillohemi sipas qëllimit dhe vullnetit të Perëndisë që ka për ne gjininë njerëzore. Njeriu në vetvete nuk është një krijesë e rastësishme e kombinimit evolucionist si qenie, ose një model laboratorik i qenieve aliene, teori që kanë qarkulluar prej kohësh, duke filluar që nga shekulli 18, 19, 20 dhe tani përsëri ekzistojnë këtë lloj teori, por që në vetvete janë utopi sepse nuk kanë bazë shkencore, por e ulin qenien njerëzore nga dinjiteti që na tregon shkrimi i shenjtë si kurora e krijimit, një qenie mendore e përjetshme, në një qenie thjesht rastësishme, shtazore, instiktive, të përkohshme. Por se kush është njeriu në të vërtetë dhe për çfarë qëllimi u krijua ai, përsëri ne i referohemi shkrimit të shenjtë Biblës, ku përsëri aty ne do të citojmë këto vargje. Pastaj Perëndia tha ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës son, në ngjasi me ne, të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjet e qiellit, mbi kafshët dhe mbi gjithë tokën, mbi rreshqanorët që zvariten mbi dhe. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës Perëndisë ai e krijoi mashkull dhe femër. Libri i Zanafilës, kapitulli i parë, vargu 26 deri në vargu 27. Zhvillimi relativ i njeriu ndodh në dy stade brenda kohës dhe hapësirës. Ai fillon të ekzistojë që në ditën e parë të konceptimit brenda një mikrobote ose placenta e nënës, një qese me ujë mund të themi, dhe aty zhvillohej si një qenie e plot biologjike për një kohë të kufizuar 9 mujore, dhe stadi i dytë i zhvillimit të tij fillon në ditën e parë të lindjes nga nëna e tij, duke ardhur në një dimension tjetër fizik më të madh dhe më shumë formësh, në një kohë relative, dhe mbasi mbaron koha dhe veprimi i tij në këtë hapësirë që quhet botë, ai pastaj hyn në dimensionin tjetër që është përtej kohës dhe hapësirës, duke vazhduar të jetojë në gjendjen pa kohë, në një dimension shpirtëror dhe të përjetshëm. Në këtë stad të ri hyn mbas ditës së vdekjes, e cila mund të quhet dhe porta që hapet për ty njeriu në jetën e amëshuar ose të përjetshme. Ai si shpirt vazhdon të ekzistojë në gjendjen pa kohë, sepse duhet dim se shpirti është uni njerëzor, jo i krijuar nga materia e trupit, dhe duhet dim se vdekja bën ndarjen e shpirtit nga trupi shkon në dhesë nga dhe u mor, dhe shpirti, qenia njerëzor, uni njerëzor shkon në dimensionin tjetër, atë përtej kohës dhe hapësirës. Por ne besojmë dhe në gjalljen e të vdekurve, sipas asaj çfarë tha dhe bëri Krishti, biri i Perëndisë dhe biri i njeriu, i cili vdiq si njeri, por ngjall si Perëndi njeri, si pari i të gjallëve. Dhe ai premtoi që në ardhmën e dytë do bëjë ngjalljen gjithë të vdekurve, të gjithë trupave njerëzor që fillon që nga Adami deri te njeriu i fundit, dhe të gjithë do paraqiten me shpirt dhe trup përpara Isu Krishtit, që do gjykojë të gjallë dhe të vdekur. Këtë na i thot përsëri libri i Biblës, libri i fundit i Biblës,
zbulesa dhe pash të vdekur të mlejnë dhe të vegjël në këmbë përpara Perëndis. Dhe deti dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe hadi dorëzohen të vdekurit që ishin në ta, pra tham libri i zbulesës, kapitulli 19, vargu 12 deri në vargun 13. Në jetën e përjetshme, që fillon mbas vdekjes, por edhe mbas ngjalljes së të vdekurve, pra marrjes së trupit tyre, nuk do të ketë më kohë, as ditë, as natë për të matur, sepse vetë Perëndia do ndriçojë si dielli, ose si quhet edhe nga profeti Malakia, dielli i drejtësisë. Por, kjo do jetë privilegj vetëm për ata që janë në mbretërinë e Zotit në parajsën qiellore, që do bëhet edhe toksore në ardhen e dytë të Krishtit, kur të zbresë Jeruzalemi qiellor, kurse ata që do jenë në ferr, në tokë, të burgosur përjetësisht, kjo dritë do t'ju privohet, sepse ferri është një gjendje që ri kundër dritës, mirësisë dhe dashurisë së Perëndisë. Dhe përsëri në librin e zbulesës na thuhet për mbretërinë e Zotit, dhe atje natë nuk do të ketë, dhe nuk do të ketë nevojë për llamp, as për dritdielli, sepse Zoti Perëndia i ndriçon ata që do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. Pra, sipas misterit të kohës, Bibla na tregon se vetë koha i është dhe njeriut në këtë jetë që ai të mund ta përdor për të mirën e tij brenda kohës dhe hapësirës ku ai jeton, që të bëhet gati për të hyrë në gjendjen pa kohë. Koha nuk është diçka absolute, përjetshme, aq më tepër hyjnore që njeriu ta hyjnizojë, ta adhurojë dhe ta bëjë atë vetë kohën si idhull, por dhe trupat qiellor, si dielli, ëna dhe yjet, që u krijuan për të dhënë dritë ditën dhe natën dhe për të matur kohën, që njeriu ti adhurojë, siç bënin dhe paganët. Tek Zanafilla, pra i referojmë përsëri librit të parë të Biblës, na thuhet pastaj Perëndia tha: të ketë ndriçues në kupën qiellore për të matur ditën nga nata dhe të shërbejë si shenja për dalluar stinët, ditët dhe vitet. Dhe Perëndia krijoi pastaj dy ndriçues të mëdhenj. Ndriçuesin e madh për të qeverisur ditën dhe ndriçuesin e vogël për të qeverisur natën. Ai krijoi gjithashtu dhe yjet. Libri i Zanafillës, kapitulli i parë, vargu 14 dhe 16. Do dini se sipas Biblës, dielli, hëna dhe yjet janë krijuar në ditën e 4, jo në ditën e parë, siç thotë dhe teoria e Big Bangut, një teori që duket shkencore, por përsëri utopi, sepse sipas Big Bangut kemi shpërtimin e parë, pastaj gazrat, pastaj formimin e yjeve të diellit, sistemi planetar dhe brenda saj toka dhe ëna. Por Bibla na thot krejt të kundër. Në fillim u krijoa toka si qendër e gjithë universit dhe pastaj filluai edhe stolia e qiellit me diellin, ënën dhe yjet, edhe që kemi gjithë universin që i zgjerohet si një tullumbace që hapet. Por kjo është një temë tjetër. Le ti kthehemi përsëri çështjes së kohës. Njeriu filloi të matë kohën duke përdorur këto dy trupa qiellor dhe kështu krijoi kalendar që etimologjikisht një fjalë që vjen me prejardhje nga latinishtja, kalendarium, do të thotë libër llogarish. Libër llogarish për të matur kohën. Shembuj më të hershëm të kalendarëve kemi që nga periudha babiloneze, 4000 vjet para Krishtit, që ishte një kalendar hënor, në fillim pastaj ata e zëvendësuan me diellor, hënor. Por dhe grekët e lashtë gjithashtu përdorin kalendar lunisolar, pra hën diell, të veçantë për të përshtatur me stinët e tyre. Kalendarët në Greqi në lashtë ishin të ndryshëm sipas qytet-shteteve, metodave të veta të matjes së kohës, të cilët ndonjëherë nuk korrespondonin me njëri tjetrin. Qytetrimet të tjera të lashta të Azisë krijuan kalendarët e tyre, si për shembull kinezët filluan të eksperimentonin me një kalendar që daton në vitin 2357 përpara Krishtit. Ata, pra kinezët, zhvilluan një sistem të ndryshëm bazuar në kalendarin me 360 ditë. Por kemi kalendarin egjiptian, ishte një kalendar më i thjeshtë në botën antike. Të gjithë muajt kishin 30 ditë dhe viti 12 muaj. Egjiptasit në kalendarin e tyre shtonin ditë në muaj në mënyrë që viti të ishte i plot me 365 ditë. Eksperimentet për matjen e kohës dhe kalendarët të ndryshëm, të cilët, si thash, u përhapën në botën pagane, përfunduan në vitin 46 para Krishtit, kur erdhi perandori Jul Cezar,
i cili në kohën e tij u shpik kalendari me 365 ditë edhe plus 1.4 ditë në vit dhe quhet kalendari Julian, si thash, përnder të Jul Cezarit, perandorit romak. Ky kalendar u para pasaj në gjithë perandorinë romake, ku ishte vendet vasale të perandorisë romake, dhe u bë kalendari i përgjithshëm i perandorisë romake dhe e pranoi edhe Kisha Katolike Apostolike Ortodokse që si filloi që nga Jeruzalemi, pastaj u përhap deri në Rom dhe pranoi edhe këtë kalendar për të matur si them ditët e kremta ose të festave fetare. Por ky kalendar julian vazhdoi deri në shekullin e 16. Në shekullin e 16 dhe më konkretisht në vitin 1582 u zëvendësua me kalendarin gregorian, sepse në kohën ku vendos Papa Gregori i 13, një diakon kalabrez shpiku një tjetër kalendar që ka 365 ditë, 5 ore 49 minuta 12 sekonda një vit. Asnjë përllogaritje deri në atë kohë nuk ishte kaq e saktë sa kjo e kalendarit gregorian dhe mund të themi se në shkurt të vitit 1582 erdhi fundi i kalendarit julian dhe më 1 mars të po atij viti filloi zyrtarisht kalendari i ri gregorian. Në vendet ku kishte influencë Kisha Romano-Katolike e Perëndimit, kalendari u pranua më njëherë, por në disa vende të Evropës pati një rezistencë por mos ju bindur papës dhe kalendarit të tij, dhe kështu që ky kalendar, si them, hyri gradualisht. Skocia e pranoi vitin 1600 pas Krishtit, Rusia në vitin 1700, Mbretëria e Britanisë së Madhe dhe Irlanda emiratuan në 1 shtator të vitit 1752, Greqia në vitin 1923, Tajlanda në vitin 1941 dhe më vonë kalendari gregorian u përhap në gjithë botën dhe ne si shqiptarë e pranuan në vitin 1912 kur filloi formimi i shtetit shqiptar. Megjithatë, edhe kalendari gregorian nuk është perfekt në matjen e kohës, ai lëviz 25 sekonda çdo vit dhe nga viti 1582 që u krijua deri më sot kalendari ka akumuluar plot 2 orë 59 minuta e 12 sekonda që ka të fjerën e vet. Por le të flasim edhe për datën e parë të fillimit të muajit kalendarik. Data 1 e muajit të parë të vitit kalendarik në kalendar të ndryshëm fillonte në muaj të ndryshëm. Për shembull, babilonezët e fillonin matjen e kohës në pranverë, pra mund të themi në mars, se duket dhe më e logjikshme ku fillon si them një stinë e re, fillonin edhe të mbjellat dhe diçka tjetër. Por kur erdhi kalendari julian, flasim në vitet 46 para Krishtit, Julian Cezari krijoi atë që ne quajmë sot, si tham, kalendari julian, për ta imponuar këtë si kalendar dhe vendos si datën e parë të muajit kalendarik 1 janar. Arsyeja pse u vendos data 1 janar në kalendarin julian është se romakët në datën 25 të dhjetorit festonin diellin e pamposhtur ose festën e diellit Sol Invictus, dhe ishte një fest që zgjaste 7 ditë nga data 25 deri në datën 1 të janarit. Në 1 janar kremtohej edhe festa pagane përnder të hyjnisë Janus, zoti i dyerve dhe hyrjeve të mbyllura, që romakët e besonin si perëndi, prandaj e vendosën edhe në muajin e parë të vitit të kalendarit julian me emrin januar përnder të perëndisë pagane Janus. Dhe kështu ajo quhet dhe porta hyrëse e vitit të ri. Këtë ditë romakët e lashtë ose paganët ftonin miqtë e tyre, shkëmbenin dhurata, për shembull vazo me mjalt ose diçka tjetër që të sillte lumturi. Po ashtu, ata i faleshin imazhit të Deas, një perëndi pagane që sipas tyre sillte një fat të mirë. Në këtë ditë ata argëtoheshin, shkëmbenin dhurata, vizita me njëri tjetrin. Shtëpit ishin të zbukuruara me pemë dhe shkure me blerim të përhershëm, si brella, pisha, dafina e tjerë, që ata i mendonin se ishin bimësia e perëndive, ose shprehnin jetët e perëndive që ishin të pavdekshme, kështu që edhe këto bimësi që kishin edhe gjelbërim të përvitshëm, pra quheshin si bimë të perëndisë dhe sillnin atë fuqinë dhe jetën e perëndisë në ambientet e tyre dimrore, siç ishte edhe fillimi i vitit në 1 janar. Por romakët këto pemë
si thash, ishin të shenjta. Dhe ka mbetur edhe deri më sot ky lloj aredimi i shtëpive për vitin e ri, po ishte një bestytni që kishin romakët. Në perandorinë bizantine, viti kalendarik fillonte në 1 shtator, ndoshta për t'ju kundërvënë datës 1 janar të perëndis Janus, sepse perandoria bizantine ishte me bazë krishtere. Dhe në vitin 330 u inaugurua edhe kryeqyteti i Konstantinopolit dhe pastaj u bë si Roma e re ose Roma e dytë. Sot data 1 shtator është fillimi i vitit kishtar për ne të krishterët ortodoks, vetëm me fillimin e përdorimit të kalendarit Grigorian në vitin 1582, pra, data 1 janar u rikthye përsëri sepse në këtë kalendar të ri u vendos që muaji i parë i vitit të jetë janari dhe data 1 janar fillimi i vitit të ri kalendarik. I themi të gjitha këto thjesht si kuriozitete, por të kuptojmë se koha në vetvete, kalendari që llogarit kohën dhe dita e vitit të ri nuk është diçka hynore absolute, por njerëzore, relative, ndryshueshme, prandaj duhet të shirojmë nga bestytnit, ritualet, pa kuptim që sipas njerëzve sjellin fat, begati në natën e ndrimit të viteve. Nata e ndryshimit të vitit në shumë kultura dhe njerëz ka ide dhe forma nga më të ndryshmet, të cilat kanë ndikim sugjestiv dhe kthehen edhe në bestytni ose në idhujtari, dhe njerëzit dashur pa dashur bien në këtë idhujtari dhe mund të themi se bien në mëkat, sepse idhujtaria është mëkat. Dhe në vend që ata të sjellin bekimin e Perëndis, fatkeqësisht sjellin në frymë kundështare, siç thotë edhe te psalmi, dhe idhujt e kombeve janë demon. Pra, në traditën e popujve, fëmijët që lindin në datën 1 janar konsideroheshin si fëmijë fatlum në botë, por kjo ndodh edhe sot. Për shembull, ai që lind datën 1 janar shikohet si një fëmijë që ka fat. Por kjo nuk ka asnjë lidhje me fatin, sepse nuk ka fat, por ka bekim. Në datën 1 janar, siç e shikojmë, njerëzit kujdesen të komunikojnë me njëri tjetrin sa më normal, sa më me edukat, që t'i gjej pra viti i ri një gjendje paqësore, miqësore, dhe kështu të vazhdojnë dhe 12 muajt e tjerë të vitit të ardhshëm. Por shikojnë se kush bën këmbë në atë ditë të datën 1, pra të fillimit të vitit të ri, që është data 1 janar, siç thamë, në kalendari gregorian, sepse sipas këmbës sjell edhe të mira bekime ose sjell dhe fatkeqësi. Kështu që njerëzit bëhen të fiksuar nga këto gjëra. Njerëzit përpiqen të mbarojnë punën e vitit të ri sa më shpejt, që kështu t'i gjej viti i ri, pra mesnata, t'i gjej të ulur në portryeza, të shlyen borxhet ose të mbajnë lek në portofolet e tyre, monella, e diçka tjetër, të shkëmbejnë puthjen, urimet dhe gjitha, që kështu sipas tyre të ketë mbarësi. Ka rituale pa fund në natën e fundit të vitit të vjetër dhe fillimin e vitit të ri, që neve po t'i përmendim do të na dilte një listë shumë e gjatë, por le të përmendim disa që i përdorin njerëzit dhe i bëjnë në vende tradita ndryshme. Për shembull, kemi ngrënien e 12 sardeleve, sepse besohet se ato sjellin fat të mirë. Ose kemi për shembull zakonisht këto përdoren në vendet aziatike ose në vendet e Evropës. Njerëzit gatojnë të hanë një pjatë me thjerza, sepse si shtohen thjerzat ose bizelet ose pilafi, kështu që të shtohet dhe mirësia në vitin e ri. Pra, shikojnë si ushqime fatësietëse ose si ushqime që sjellin mbarësi, begati, si gjeli i dedit ose diçka tjetër, ose ëmbëlsira tradicionale siç është baklava dhe diçka tjetër. Por këto tradita, kultura, gërshetuar me gastronominë e gjitha, janë futur edhe në vendin tonë, dhe sot bota është bërë një lagje, dhe po të shikojmë njerëzit sot janë bombarduar me të tilla gjëra dhe krijojnë domethënë një shumëllojshmëri, formash bestyte se si ata të sjellin fatin e mirë në shtëpitë e tyre në ditën e fundit të vitit vjetër dhe fillimin e vitit të ri. Por të dashur të krishterë, duhet jemi të kujdesshëm dhe duhet vëmë logjikën në punë. E para, çdo gjë ka një historinë e vet. Për shembull, disa njerëz janë të fiksuar edhe në vendin tonë
që patjetër që natën e vitit të ri ata duhet të kenë në gjel deti. Gjeli deti nuk është një traditë e vendit tonë. Është e importuar, pra në vitin 1621, disa pelegrinë që shkuan në Amerikën e Veriut, ata kaluan një vit shumë të vështirë dhe qëndruan gjatë vitit vështirë, mbijetuan duke ngrënë mish gjeli deti ose një shpend i egër. Dhe kështu që kur kaluan dimrin, ata thanë të mblidhemi dhe të festojmë që kaluam një vit vështirë. Por ata thanë ne kaluam një vit vështirë, por le të falenderojmë Zotin që na krijoi këtë mundësi dhe kështu është ajo dita e falënderimit që kanë amerikanët që përdorin dhe në mënyrë simbolike gjelin e detit. Më vonë, gjeli i detit pastaj hyri edhe në Evropë dhe tashi është bërë një fiksim që duhet patjetër të kesh gjelin e detit për vitin e ri se nuk të shkon mbar. Por kjo nuk ka lidhje fare me fatin, është një histori që si them ka ardhur dhe shputur dhe është bërë dhe pjesë e jetës sonë. Por ne duhet dim dhe historinë dhe nuk duhet jemi të fiksuar, të vëmë mendje në punë. Le të flasim edhe për një traditë tjetër të dashur të krishterë, është në datën 1 janarit bëhet edhe ai byreku me lek ose kulaçi me lek ose si them ëmbëlsira me lek dhe shikohet si fatësjellse. Por dhe kjo ka historikun e vet dhe neve duhet të gërmojmë në histori. Duhet dim se kjo është një traditë e krishterë. Krishterët nuk besojnë në besytni, por kjo është një traditë që ka lidhje me Shën Vasilin e Madh, të cilën ne të krishterë ortodoks e festojmë në datën 1 janar. Prandaj të krishterët mbas Krishtlindjes, që është festa e fund vitit më e madhe, ata përgatiten për të filluar vitin e ri që korespondon me një fest zotërore, rrethprerjen e Krishtit si fëmijë, si foshnjë, pra ai lindi 25 dhjetor dhe mbas 8 ditës u çuan në tempull dhe u rrethpre, pra u bë synet, si mund ta themi në gjuhën popullore, sepse kështu ishte një simbolik që duhet të pritej dhe mëkati i farës Adamin me gjakun e Krishtit që ai do ta jepte kur të kryqëzohej në Golgotha. Dhe në datën 1 janar ne festojmë dhe Shën Vasilin e Madh, që është një shenjtor shumë i madh, një nga etrit e mëdhenj të kishës, por në këtë ditë ne festojmë edhe atë traditën që bëri Shën Vasili i Madh për të shpëtuar qytetin ku ai, që them, kishte episkopatën e vet, sepse rrezikoi të dëmtohej nga Julian Apostati. Julian Apostati e kërcënoi Vasilin e Madh që do shkatronte qytetin. Atëherë Shën Vasili i Madh i tha popullit të Antiokisë që ata të mblidheshin dhe të mblidhin të gjitha pasuritë që kishin, flori, argjend, bizheu, që t'i vendosin grupe që kur vinte Juliani në qytet, duke parë ato nga që ishte argjendashës, ai të mos e shkatronte qytetin. Por Julian Apostati u vra nga Shën Mërkuri dhe kështu doli një problem se si do të ndaheshin të gjithë pasuritë e grumbulluar që ishin mbledhur pa evidencë. Atëherë filloi një grindje mes popullit, fillojnë dhe abuzimet, kjo është e imja, kjo është e jotja, por Shën Vasili i Madh dha një zgjidhje origjinale, që ne vazhdojmë edhe e bëjmë edhe sot e kësaj dite. Tha të bëjmë kuleç dhe të fusim monedha, bizhu, çfarë janë, dhe secili le t'i lutet Perëndis dhe të marrë kulaçin dhe të marrë atë që Perëndia do t'i japë. Dhe kështu u dha me paqe gjithë ajo pasuri e grumbulluar pa evidencë. Këtë bëjmë në datën 1 janar, në drekën e Shën Vasilit, pra bëjmë kuleçin ose vasilopita themi, ku fusim një lek ose një kryq ose diçka dhe bëhet një ndarje në, si them, të gjithë byrekut ose diçka tjetër, dhe pastaj një dedikojmë Krishtit, Shëmërisë, Shën Vasilit, shtëpisë dhe personave që janë aty, secili merr, dhe nëse dikujt i bie leku, nuk do të thotë se i bie fati, se fat nuk ka, ka vetëm bekim, por është si një shenjë që Shën Vasili e bekon atë. Por bekimi nuk vjen në mënyrë a priori, bekimi vjen kur njeriu pranon bekimin. Prandaj të krishterë ortodoks, kujdes nga besëtnit, nga rritet pa kuptim, dhe mos ta ndryshojmë atmosferën e krishterë të Krishtlindjes, por edhe traditat tona të krishtera, se si e festojmë vitin e ri. Nuk është gabim të festosh vitin e ri, por është gabim nëse vitin e ri shikon në mënyrë bestyte ose në formë illujtarie, që mendon se në natën e ndryshimit të vitit do të çudia dhe duhet bësh gjithë to rituale që
tam janë kaq të shumë sa nuk mund t'i mbajmë dot mend, dhe sepse vetëm nëpërmjet atyre vjen fati. Fat nuk ka të dashur të krishterë, ka bekim, bekimi vjen nga Zoti. Çdo gjë e mirë vjen nga Ati i dritave, nga Perëndia, dhe Perëndia dërgon tek ata që luten, ta që zbatojnë porositë e tij, ta që nderojnë shenjtorët. Prandaj, tradita jone krishtere ortodokse nuk ka qenë thjesht të argëtohemi në ndryshimin e vitit, në mesnatë diçka tjetër, por të presim, të përgatitur të shkojmë në liturgjinë hyjnore në datën 1 janar, që festohet rreth prerjes së Zotit dhe dita e Shën Vasilit të Madh. Dhe pastaj bëjmë drekën e Shën Vasilit dhe bëjmë dhe ato traditat tona të krishtera, që i kemi kaq të bukura, por që edhe bota ne ka vjedhur dhe ne duhet t'i ruajmë ato. Duhet i tregojmë botës se si festojmë ne dhe se si duhet ata të festojnë nëse marrin traditat tona, zakonet tona. Por patjetër që në këtë ditë të ndryshimit të vitit është mirë që ne të vimë në kish, çdo bekim vjen nga Zoti, tham, dhe kisha shtëpia e Perëndis. Aty ta fillojmë këtë vit të ri kalendarik dhe kisha lutet Perëndis me një lutje që ka kuptimin e saj. O krijuesi çdo krijese që ke vendosur kohërat dhe vitet në pushtetin tënd, bekoje kurorën e motit, pas mirësisë sate, o Zot, dhe ruaje popullin dhe shtetin ton me ndërmjetimin e të ylindësit, shpëtona. Amin. Pra, nuk na mbetet gjë tjetër veçse të presim të krendën zotërore rreth prerjen e Zotit, Shën Vasilin e Madh, që korespondon edhe me vitin kalendarik, dhe le të urojmë njëri tjetrin duke uruar që të ketë një vit i pëlqyer nga Zoti, një mot i bekuar nga Zoti për veten tonë, familjen tonë, për vendin tonë, por dhe për gjithë njerëzimin dhe për këtë botë ku ne jetojmë, që ka kaq shumë nevojë për bekimin e Zotit dhe mirësinë e Zotit, që fatkeqësisht e përzën atë për shkak të idhujtarisë, besëdnive dhe mëkateve. Të dashur miq, vëllezër dhe motra më Krishtin, nuk na mbetet gjë tjetër veçse të urojmë njëri tjetrin gëzuar për shumë vjet rreth prerjen, Shën Vasilin dhe, siç thash, edhe një mot i pëlqyer nga Perëndia në vitin kalendarik. Amin.